Atëherë, jemi përsëri me një nga veteranët e flotës luftarake detare, komandant Bilal Koçi, i cili po na rrëfen historinë e tij që nga Sazani në Shënjen edhe në Durrës. Tash tregum komandant e katrave Syliros. Edhe patëm një moment kulmor ku Rasia është mret ka thënë populli, kur Bilali takoi komandantin e parë Kozma Paskali, i cili kaloi këtu rrafisht, se Durrësi i vogël është. Tashi ti do na tregosh edhe për zvendës komandantët. Për zvendës komandantët. E katrave Syliros. Po mujtë edhe kryemekanikët aq më mirë. Po. Por zvendës komandantët. Zvendës komandantët. Ka pra janë se kur erdhën katrat Syliros nga ish Bashkimi Sovjetik, këto fillimisht u vendosën në Sazan. Po. Pastaj u përhapën edhe në Vlorë, në Durrës, ande këte. Por fillimisht u vendosën Sazan, 6 katrat e para. Ato tashi komandantët i thamë, tashi do themi zvendës komandantët. Po, zvendës komandantët në vitin 1966, oficerët që mbaruan shkollën e lartë marinës, po, e kupton, i quhen 6 veta në skuadrilën e katrave Syliros. Ku komandant ishin ato, që i thamë, komandant komisar shef shtabi ishin ato edhe shtabin se thamë edhe shtabin, shtabin mund të themi edhe tash, nuk është, sepse nuk... Zvendës komandantë ishin Bilal Koçi 1, Emnor Bardhi 2, Naum Maqolli 3, Naum Maqolli, është tjetra ju, është fiks miku. Emnor Bardhi, Naum Maqolli, Bilal Koçi. Naumi takojmë në sërë. Naum Maqolli. është që Saranda bore ke intervistë të ty. Naum Maqolli, Emnor Bardhi shkuan Saranda. Po jo Emnor Shtylla. Lera Emnor është mbrapa më. Shtylla e ka po me vone. Është mbrapa ky. Rita shi. Paska Bardhi. Po, Bardhi. Është tjetër. Rita shi është. Bardhi, jo, ai është po. Je fiks. Kur po ministri, e po nga Bardhi e po në Shtylla. Jam unë. Se ishte kushëriti. Po ky është. Për ky. Personazh. Pra, duk se se thot këta e për po ky qeka. Po e është Duk Demiri. Duk, ku është ky Duk? Duk Demiri në Sarandë. Ta shpirët Greqi. Po pse s'ka dalë ky më? Duk Demiri për ka iku në fillim. Iku në Sarandë. Tjetër. Duk Demiri dhe Azemi Lujeu. Azemi. Po livre. 6 veta. Zem Kavaja. Pra, mbaruam shkollën e lartë marinës dhe na quhen në shtator të vitit 1966 kemi shku në skuadrinë e 4 Syliros Sazan. Ne 6, kurse në Sherif Selimi edhe Enver Grada të dy i quhen në grupin e anijën mbiullës luftarake. Po Lasilon nuk e men Lasin. Komandant Lasilon. Lazi jam braba më. Nuk ka qenë braba. Shi në po flasim këto. Po le, ka qenë ai, po ka qenë ta thot ai tjetri. Ky po flet për vinë e parë. Kurse në shtab ishte Sami Shyti, shef në lidhje. E kam pas profesor. Ky Samiu ishte për ndërlidhje. Shef Malotelaj, shef mekanik. Malotelaj shumë i vjetër. Malotelaj ishte mekanik i skuadrinës. Jorgji Leshi, po kujtohet dhe Jorgji Leshi. Po ku është ky Jorgji? Jorgji Leshi ishte shefi i artillerisë. Artillerisë, e? Artillerisë. Po shefti çfarë kujtuam ne, kujtuam thesarat e flotës. Lek Leshi. Këto janë ata që duhet kujtojmë ne. Lek Leshi. Jo ata që dalin në televizor. Lek Leshi ishte brezi i Nuejakut. Leka? Ishte brezi i Nuejakut. Nga Mirdita, edhe ky. Nga Mirdita ne ishte. Edhe u bo shef i Minsilurës. Se ishte komandant kadre, maj menun që fillim fare, ata 2 muajt e parë dil me uniformë, që shvishim e ne morë dhe dilim dhe. Këta ishin 4 veta.
Pra bërthama e 6 katrave Silurus që erdhën nga Bashkimi Sovjetik, ishin këto komandante katrave, zvëndës komandante dhe shtabi, të shi krye mekanik. Krye mekanik Maloteli pra? Malua një, tjetër. Maloteli ishte krye mekanik. Jorgji Lleshi ishte Sami Shyti ishte shef në lidhje i skuadriljes, Maloteli mekanik, që thëmë tjetër? Jo, krye mekanik të katrave. Për ky pra ishte Gjonat buka keni kujtu, një sekund jo. Po marrë plani kom që jemi ka dy, që ka qenë?